A kina e pyetje për Klajtin? Po, unë e di që ki promovu kongën e re, e bukur. Edhe unë e di, visë këmë dash me tregu. Ju kësha thonë kejve me i mengu. A mund që me në tregu kushta ka punu, që është shprit për publikot? Ky është një projekt i Unicus Production, Irkenci ka një mik i mirë. Edhe kjo erdi fal Big Brotherit, fal eksperiencës ime atje. Irkenci ishte një ndër producentët i cili u afrua për të më rilanquar në tregun muzikor. Jo vetëm në Shqipëri, po në Kosovë, kudo ku shqiptarët jetojnë. Është një këngë që është shpritur mirë, ju dedikohet vajzave, e gjenë vetën aty dhe bukur, sepse edhe fjalët që janë... Po, titulli e bukur, po. Titulli e bukur, po është gjithë kohës për femet e bukura dhe vetëm. Gjithë kohës kanë qenë virale video dhe në TikTok, vajza që më qojnë i bëri po story-n e këtej me radhë. Vënë e parë kanë Top Award. Vënë e parë për 2 avresht kam qenë në Top Awards, në klasifikimin e Top Albana Radio dhe Top Channel. Shumë bukur. Tani, me këtë rast, dua ta promovoj edhe në Kosovë, nëpërmjet e emisionit tuaj. Arber Zeka po më ndihmon shumë, duke bredhur saktesa andej, duke më krijuar kontaktet nga e para, apo duke më ritakuar me njerëz. I vogël po dres që madh. E kam shumë xhan në Djal Flori. Sherën e madh. Është pritur mirë, tash shpresoj që edhe Prishtina dhe Kosova ta presin dhe ta përcjellin po ashtu sikurse Tirana dhe Maqedonia e Veriut. Dhe ky është një rikthim që unë bëj nëpërmjet kësaj këngë. Enkas nuk jam rrojtur sot, me tregu që robi plaket kur don vet. Unë kur ruhem, kur qetem, gjaj shumë i vogël nga që jam. Sot po desha me tregu moshën e aktuale dhe të vërtet atë që kam, që do thot 42 për pak ditë. Asun nuk për rruj ftyrën, për rruj në sjetlat. Me bo me rruj ftyrën, nuk mlojnë në futa se në Klan Kosovë, se këtu është mosha 18 plus për më fut. Në zotën së mlojnë asë më fut. Jo, dukesh ma i ri dukesh. Me mjekër. Po mloj moshën që ke, apo me bo... është me lëshu pak mjekën. Ha, Meridian? Valaj, shumë minë është, jo pak. Na kena bo reklam marketing për automitën. Number 1 që e kemi këtu në Kosovë, po tim është mirë me folje me këta të Meridianit marketit. Po, në fakt, shumë pysin ka, a thumës është marketi, jo, dhe jemi emrin ma ka marë, po du të mu pak... Meridiani në Meridian. Ani pse jo. Klajdi, qëfar kongë e këshim ujtë me buna me bendin? Ne kemi bendin shumë të mirë. Edhe sot i kam, prej nesër i kom një largu për punës, o të shfrytëzojmë edhe sot se e në këtu. Duke qenë se publiku i Kosovës më ka pritur mjaft mirë që mbas etheve, puthja parë ka qenë dhe këtu një hit, flasim në vitin 2003, mendoj që të riprezentohem po me tjetën këngë, e cila është pritur mirë nga mbarë shqiptarët e Kosovës. Cila është, titullohet Puthja e parë. Puthja e parë? Po. A e marrë me anti puthin e parë? Po. Po, dhe dashnia e parë nuk harrot, a puthja e parë nuk harrot, është një kongë kështu diçka. Puthja e parë, Klajdi dhe bendi Robi Plaket kur do vetë, edhe këthemi pas taj prap me muhabet.